nuk kënaqem. Vdes më kujtohet Dalina kur pas do xhirimin pyet si shkoj, edhe unë jam kështu që mirë, edhe do thënë që sikur ndonjëherë thjesht pres më shumë nga veta dhe ndonjë moment them që sikur nuk jam e lumtur, sikur kjo gjë më shkakton panik, alarm, do thënë çka ka, pse e kam unë këtë gjën. Edhe nuk e dia lidhet me ankthin apo është thjesht çështje e karakterit. Lidhet shumë me anktin, sepse janë kërkesa të tepërta që ne japim vetes për gjërat të cilat edhe mund të mos shkojnë mirë siç pretendon, por le themi fillon edhe pranon këtë pjesën e gabimeve, e gjërave të metave të projektit, të gjërave që mund të kritikojmë tek vetja, se perfekcionizmi mund të shtrihet përtej punës, mund të shkojë tek ne, tek njerëzit afër nesh, tek gjërat që bëjmë, pra në çdo aspekt. Por është një nga, le themi, një faktor që ndikon tek pjesa e krijimit të ankthit, pjesa e perfekcionizmit. Nuk e di, është eksperjenca e parë e punës kjo që bën? Eksperiencë pune në televizion, pra është një gjë e re. Mos harrojmë edhe këtë për ty. Edhe këtu do të pyesja edhe tu diçka, se përveç kësaj pjesës të perfekcionizmit, ndonjëherë mua më shkaktohet panik dhe ankth edhe nga dalja e zonës së komfortit. Pra kur jam e detyruar të bëj një gjë, siç ishte në rastin e Verës që ishte ajo përballja për herë të parë me TikTokun, me komentet, me njerëzit,